Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zëvendëskryeministra dhe njëherësh ministri e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ishte në qytetin e Fierit, ku mori pjesë në aktivitetin Shqipëria 2030. Rama theksoi se të gjitha projektet infrastrukturore të realizuara deri më sot janë ndërtuar sipas standardeve europiane dhe kjo qasje do të vijojë edhe në 4-vjeçarin e ardhshëm. Në pamje të parë, 12 vjet duken shumë për gjërat që njerëzit presin edhe për gjërat që duhen bërë. Por keni parasysh që norma mesatare ose më saktë minimale e ndërtimit të infrastrukturës në Europë është 7 deri në 9 vjet. Ndërkohë zëvendëskryeministria Balluku prezantoi projektet e reja rrugore që parashikohen të ndërtohen në 4 vitet e ardhshme. E para që unë do desha të prezantoja është ajo që ne e quajmë rruga e Bregut dhe është rruga që lidh Dërmiun me Sarandën. Një gjurmë totalisht e re, Unaza e Çajupit, e cila është një rrugë tjetër panoramike. E kemi quajtur rruga e Vjosës, pasi pavarësisht se ju shikoni vetëm pjesën e re e cila parashikohet të ndërtohet, kjo rrugë nis në Korçë. E kemi quajtur rruga e liqeneve pasi është rruga që kalon pranë Shkopetit dhe Ulzës, që të dyja dy liqene që tashmë nuk janë thjesht nukla të prodhimit hidro, por përdoren edhe për një sër arsyesh të tjera. Zonja Balluku foli dhe për projektet hekurudhore, duke theksuar se në 10 vitet e ardhshme Shqipëria do të ketë një rrjet modern hekurudhor prej 530 kilometrash që do të lidh veriun me jugun e vendit.